Kompanitë bioteknologjike gjermane BioNTech dhe partneri i saj amerikan Pfizer kanë përdorur pa leje pronën intelektuale të Modernas gjatë zhvillimit të vaksinës kundër COVID-19 dhe duat t'i paguajnë asaj një kompensim. BioNTech dhe Pfizer ka shkelur të drejtat e patentave të Modernas gjatë zhvillimit të vaksinës kundër COVID-19, ka vendosur në gjykatë një Düsseldorf dhe ata duhet të paguajnë një kompensim të përshtatshëm. Vendimi përfshin gjithashtu kërkesën për BioNTech dhe Pfizer që të dorëzojnë informacion mbi të ardhurat nga përdorimi i patentës. Moderna, e cila ka selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka dorëzuar kërkesën për informacion dhe dëm shpërblim për shkeljen e të drejtave të saj të patentave në zhvillimin e vaksinës kundër COVID-19. Gjykata rajonale në Düsseldorf ka vendosur në favor të Modernas, tha një zëdhënëse, shkruan Reuters. Kompanitë akuzuara kanë pohuar se Moderna në një njoftim për shtyp në tetor të vitit 2020 lejoi përdorimin e patentës. Sipas pretendimeve të tyre, leja ka qenë e vlefshme deri më 5 maj të vitit 2023, kur Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli se koronavirusi nuk është më një kërcënim për shëndetin publik. Gjykata ka arritur në përfundimin se Moderna në një njoftim për shtyp të publikuar më 7 mars të vitit 2022 ka tërhequr lejen. Prandaj, sipas mendimit të gjykatës, BioNTech gjerman dhe Pfizer amerikan duhet të paguajnë për përdorimin e patentës për 14 muaj pas tërheqjes së lejes dhe jo vetëm nga maj vitit 2023.